Qeveria shqiptare ka miratuar një kredi prej $118 milion nga fondi Abu Dhabit për një projekt të mbiqyrjes së trafikut. Ky borxh me interes vjetor prej 4% dhe afas shlyrje 15 ditë do të përdoret për të paguar një kompani nga Abu Dhabi, e cila do të realizojë projektin pa tender dhe pa konkurrencë. Sipas marrëveshjes do të instalohen mbi 8.000 kamera për monitorimin e trafikut, identifikimin e shkeljeve dhe përmirësimin e sigurisë publike, si dhe një sistem i avancuar mbiqyrje për policinë e shtetit. Megjithatë, kostot e projektit janë teje të larta dhe të pajustifikuara. Për shembull, $31 milion janë parashikuar vetëm për licencat e software, ndërsa $62.4 milion për pajisjet dhe infrastrukturën. Kosto e përgjithshme konsiderohet e fryrë duke marrë parasysh çmimin e pajisjeve të ngjashme në treg. Ministri i Brendshëm ka firmosur marrëveshje me kompaninë Pressing AL nga Abu Dhabi, e cila do të zbatojë projektin. Ky veprim ngre shqetësime për mungesën e transparencës dhe përfitimet e mundshme të palishme. Në të kaluarën, skemat të ngjashme janë përdorur nga kompani mashtruese të mikrokredive, ku qytetarët përdoreshin të zhytur në borxhe pa marrë asnjë përfitim të drejtpërdrejtë. E në fund, ky projekt pritet të rëndojë financat publike, ndërsa qytetarët shqiptar do të paguajnë borxhin për 15 ditë. Pa një proces të hapur dhe konkurrues, dyshime për abuzime mbeten të larta dhe rastin mund të përfundojë në duart e spakut për hetime të mëtejshme.